Një udhtim për umre. Çdo udhtim fillon me një qëllim, por ka disa udhtime që nisin me mallin e shpirtit, me thirrjen e zemrës. Ky nuk është thjesht një udhtim, është rruga drejt takimit të shenjtë. Sot po përgatitemi për një udhtim ndryshe. Në zemrat tona ka një emocion të thellë. Brenda nesh ka një mall të pashpjegueshëm. Ky nuk është një largim i zakonshëm. Mbartim në zemër paqen dhe entuziazmin e një ftese të veçantë. Me kalimin e kohës, emocionet tona shtohen. Në këtë udhtim të shenjtë, të shoqëruar me lutje, zemrat tona tashmë janë drejtuar nga vendet e bekuara. Dhe ja, qyteti i paqes, Medina e ndritshme. Zemrat gjejnë qetësinë. Qyteti ndriçon me dritë hyjnore. Në këtë vend të bekuar, ku ndjehet prania shpirtërore e pejgamberit të dashur alayhis salam, zemrat dridhen. Shpirtrat drejtohen në lutje. Qyteti i pejgamberit alayhis salam, Medina e ndritshme. Këtu koha rrjedh ndryshe. Kemi ardhur në tokën e mëshirës dhe paqes. Teksa shikojmë kupolën e gjelbër të dhomës së lumturisë, sytë na mbushen me lotë. Kur hedhim hapin brenda, bota mbetet jashtë, ndërsa një qetësi e papërshkrueshme mbush shpirtin tonë. Jemi në praninë e pejgamberit Allahut te Ala, mëshirës për botët. Ky çast është një takim që vlen sa një jetë e tërë. Këtu gjenden kujtimet e Ehli Bejtit, të cilat na udhëhoqën me sakrificën dhe shembullin e tyre dhe të shokëve të ndritur të profetit. Në çdo hap ndihet dashuria për pejgamberin alayhis salam. Në çdo cep ndjehet besnikëria e sahabëve. Në këto toka të bekuara ruhet trishtimi i profetit dhe sakrificat e sahabëve që dhanë jetën për fenë islame. Aty ku me urdhrin e Zotit ndryshoi kibla. Xhamia e ndërtuar nga vetë pejgamberi Allahu te Ala. Medina e ndritshme mban në çdo hap një kujtim, në çdo gur një mall të thellë. Besimi ishte mburoja më e fortë këtu. Besimtarët me këtë besim fituan fitore të mëdha. Këto janë vendet e shenjta ku ndihma e Zotit u soll përmes lotëve të pejgamberit alayhis salam. Dhe tani, momenti i ndarjes. Po lëm pas ajrin e qetë dhe paqësor të Medinës. Në çdo rrugë të këtij qyteti të bekuar, jetojnë kujtimet e pejgamberit alayhis salam. Sytë tanë janë të përlotur, në zemrat tona, lutja për të kthyer sërish. Një pjesë e jona mbetet këtu, pra te pejgamberi alayhis salam. Udhimi në këtë tokë të bekuar vazhdon. Tani po i drejtohemi Qabes së Madhërishme. Thirrjet e telbihes ngrihen lart. Jemi të mbushur me emocionin e të arriturit në shtëpinë e Zotit. Hapat përshpejtohen, zemrat rrahin fort. Dhe ja, Bejtullahu, shikimi i parë, çasti i parë, sytë mbushen me lotë. Përpara nesh është kibla jonë, zemra e botës sonë. Këtu, çdo hap është një ndjenjë me vete.
çdo tavaf përshkohet nga lutje që kumbojnë në portat e mëshirës. Ky është vendi i drejtimit nga Zoti, i takimit, i dorëzimit. Zemrat mbushen me lutje të sinqerta. Këtu ndjejmë durimin dhe vendosmërinë e nënës tonë Haxheres. Në çdo hap ndjejmë durim, dorëzim dhe pranimin hyjnor. Me duar të hapura drejt qiellit, qëndrojmë në praninë e Zotit dhe i përqafojmë lutjet tona. Në këtë vend të shenjtë, errësira u ndriçua me dritë. Koha kalon, por emocioni ynë mbetet i gjallë. Kujtimet e këtyre tokave na kthejnë pas në ato ditë ndritura. Në këto toka ndodhen shumë fitore të arritura me durim. Shumë sahabë që erdhën këtu, qanin nga gëzimi i faljes dhe trishtimi i lamtumirës me të dashurin. Këto male të ndritur kanë qenë dëshmitar të nderimit të botës me fjalën hyjnore, Kur'anin famlart. Ndonjëherë, këto male të shenjtë ishin dëshmitar të emigrimit të pejgamberit alayhis salam dhe të devotshmërisë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe zogjtë e këtyre anëve fluturojnë me një mall tjetër. Në gurët dhe malet e Mekës së nderuar, në çdo grims, fshihet një urtësi hyjnore. Dhe tani, ka ardhur koha e kthimit. Por kjo nuk është një lamtumir. Kjo është një dritare adhurimi e skalitur në zemrat tona dhe e hapur drejt mëshirës së pafundme të Zotit. Teksa ndalojmë shikimin nga qabja e madhërishme, nga buzët tona rrjedhin lutjet. O Zoti ynë, na thirr sërish. Na mundso të vijmë edhe një herë në praninë tënde. Amin. Amin.